Fëmijët me aftësi ndryshe në Shkodër vijojnë të përballen me sfida të shumta në marrjen e shërbimeve bazë që lidhen me zhvillimin dhe edukimin e tyre. Këtë e konfirmon Keleda Mataj, drejtoreshës shkollës speciale 3 dhjetori, ku aktualisht ndjekin mësime 60 nxënës. Sipas Matajt, mungesa e shërbimeve të specializuara si terapi zhvillimore, logopedia dhe fizioterapia mbetet një nga problemet kryesore. Ajo thekson se ofrimi i këtyre shërbimeve do t'i jepte shkollës mundësinë të funksiononte si një qendër e plotë dhe specializuar për fëmijët me aftësi ndryshe, duke ofruar atyre mbështetjen e duhur profesionale. Sfidat janë të shumta, sepse vetë aftësia kufizuar është një sfidë. Sfidat janë kudo në shoqëri, edhe në shoqërinë tonë, por aktualisht në këtë shkollë sfidat më të mëdha janë shërbimet. Shërbimet e terapive, logopedive, fizioterapisë, të cilat me të vërtetë do të na ktheshin pastaj në një qendër të specializuar, gjë për të cilën po luftojmë akoma. Ndërsa në sukseset më të mëdha mundem të përmend krijimin e bandës dhe dorë, e cila i ka fillimet pikërisht në këtë shkollë. Ka në mendje fjala e Falkut, ideatorit, i cili tha ne kishim mendim që ta hapnim në të gjithë shkollat speciale në Shqipëri, por historia tregoi që vetëm në Shkodër u arrit mu hap dhe mu mbajt, banda festoi 20 vjetorin dhe të gjithë ata nxënës që janë sot aty janë ish nxënësit e shkollës tonë. Ne jena krenar për ta, sepse na përfaqësojnë dinjësisht. Por kena dhe histori suksesit edhe më të vogla, nxënës të cilët kanë mbaruar arsimin e mesëm, nxënës të cilët punojnë, nxënës të cilët marrin pjesë në aktivitete kulturore, por edhe sportive, kuptohet brenda llojit dhe të përshtatuna për fëmijët me nevoja të veçanta. Shkolla 3 dhjetori është institucioni vetëm në qytet që ofron arsim të dedikuar për këtë kategori nxënësish, ndërsa prindërit dhe stafi edukativ shpresojnë që në të ardhmen të ketë më shumë investime për zgjerimin e shërbimeve mbështetëse.